Përshëndetje shikues të nderuar, të mirë se vini në Infod për sot. Vrasja e gjyqtarit në sallën e gjyqit në Shqipëri ka trënditur këtë vend dhe jo vetëm. Siguria e gjyqtarëve, prokurorëve dhe jo vetëm gjithmonë është në rrezik kur palët e interesit janë të pakënaqur ose ndahen të pakënaqur me vendimet e gjyqtarëve, të cilat ata i marrin. Sa ka siguri në gjykatat e Kosovës, sidomos në palët kur janë në konteste gjyqësore për prona apo të tjera, kur merret një vendim, do të flasim sot me ish-kryetarin e gjykatës së apelit në Kosovë, tani avokat zotin Hasan Shala, por së pari do të ndjekim një blok të lajmeve të ditës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se ndërhyrjet e Serbisë në procesin zgjedhor në Kosovë janë më të rënda se sa të Rusisë në Evropë. Kjo deklaratë e Kurtit vjen pasi që presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, premtoi 400 vende pune për serbët në Kosovë. Në mbledhjen e sotshme të qeverisë në detyrë, Kurti tha se joshja përmes përfitimit të mbështetjes financiare, kushtezimit dhe shantazhit e beneficioneve tjera janë metoda të përsëritura të ndërhyrjes së Serbisë në procesin zgjedhor në Kosovë. Serbia nuk ka pasur asnjë pasojë nga Bashkimi Evropian. Andaj Serbia nuk po ndryshon sjellje. Kjo ndërhyrje që bën Serbia tani në zgjedhjet në Kosovë është edhe më e rëndë se sa ajo e Rusisë në Evropë. I bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që ta dënojë ndërhyrjen e Beogradit zyrtar në zgjedhjet demokratike në Kosovë dhe të sanksionojë Serbinë, shtet ky kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian për veprimet të cilat bien ndesh me parimet e fqinjësisë së mirë dhe shkelin marrëveshjen bazë të Brukselit. Qeveria në detyrë në mbledhjen e mbajtur të martën ka ndarë nga 100 euro për studentët. Gjithashtu ka miratuar edhe bursën e mobilitetit për studentët e nivelit bachelor për t'i mbështetur ata që studiojnë larg qytetit ku jetojnë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se përderisa formimi i institucioneve të reja po mbahet pezull, sipas tij ekonomia po rritet. Rritjen ekonomike e ndajmë me të gjithë qytetarët. Në kuadër të kësaj ndarje të rritjes ekonomike, me rastin e fillimit të vitit akademik, sot do të miratojmë vendimin për ndarjen nga 100 euro, shumë e njëhershme për të gjithë studentët që i plotësojnë kriteret. Ashtu që ata dhe familjet e tyre ta kenë më të lehtë përballimin e kostove që ndërlidhen me fillimin e vitit të ri akademik. Por mbështetja për student nuk mbaron me kaq. Të dashur student, sot do të miratojmë edhe për mbushjen e njërit prej premtimeve kyçe të qeverisë Kurti 3, atë për bursën e mobilitetit për student të nivelit bachelor. Kjo bursë do të jetë mase përhershme dhe mbështetje vazhdueshme për studentët në nevojë dhe shuma e mbështetjes do të varet nga distanca ndërmjet vendbanimit dhe vendit ku ju studioni. Ndërkohë, ministrja në detyrë e arsimit Arberie Nagavci bëri të ditur në një konferencë për media se dikasteri që ajo udhëheq ka hartuar edhe 7 thirrje për studentët e niveleve të ndryshme. Për studentët të cilët vijojnë në fusha STEM do të kenë mundësinë për 1000 euro bursë, ndërkaq bursa për studime jashtë vendit për nivelin bachelor në vlerë prej 5000 euro, ndërsa për nivelin master në nivel prej 8500 euro. Si Ministria e Arsimit kemi të hapura edhe 7 thirrje për studentët e niveleve të ndryshme, për studentët të cilët vijojnë studimet në fushat STEM, vajzat dhe gratë me mundësinë prej 1000 euro bursë për studentët që vijojnë në këtë nivel, për studentët elitar që vijojnë studimet në universitetet publike, po ashtu bursa në vlerë prej 1000 euro për të gjithë studentët elitar me notë mesatare prej 9, me përjashtim të studentëve me nevojat veçanta të cilët nuk kanë kufizime, bursa për studimet jashtë vendit, për studentët që vijojnë studimet në nivelin bachelor është në vlerë prej
5.000 eurove, për ata në nivelin master është në vlerë prej 8.500 eurove. Përveç kësaj janë edhe bursat për studime për studentët e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian dhe për studentët që janë me aftësi të kufizuara. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka pritur të martën në takim Ministrën e Drejtësisë së Belgjikës, Annalen Verlinden, dhe Ministrën e Azilit dhe Migrimit, Annalen van Bossut. Sipas njoftimit të presidencës, në takim u diskutua për marrëdhënie dypolshe ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës për bashkëpunimin në fushën e drejtësisë, sigurisë, sundimit të ligjit, si dhe për procesin e integrimit evropian dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Po ashtu në takim Osmani shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Belgjikës ndaj Kosovës, duke theksuar se Belgjika mbetet një nga partnerët më të besueshëm dhe më parimorë të Kosovës në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Deputeti i vetëvendosjes, njëherët ministër në detyrë i financave Kuran Murati, u ka bërë thirrje subjekteve politike që t'i lënë inatet politike anash dhe të mbështesin formimin e institucioneve e të mos bëhen pjesë e bllokadës. Kjo thirrje vjen pasi Murati ka deklaruar se qeveria e Kosovës ka përfunduar përgatitjen e planit të rritjes dhe ka qenë ndër të parat që e ka dorëzuar atë, por procesi nuk po mund të vazhdojë për shkak të mungesës së konstituimit të kuvendit. Sa i përket buxhetit, deri në fund të vitit, pra kemi buxhetin në fuqi, pra deri me 31 dhjetor, buxheti aktual është i mjaftueshëm, është i mirë planifikuar dhe po ekzekutohet. Kurse sa i përket buxhetit të vitit 2026, ne si qeveri do duhej pra që ta miratonim deri në fund të muajit tetor dhe ta dërgonim në kuvend për shqyrtim të mëtutjeshëm dhe miratim. Po të varaj prej neve, kuvendi ka qenë i konstituar, si që dini. Do më thonë me përmbylljen dhe me ezaurimin e opsioneve për të zgjedhur njërin nga 5 nënkryetarët dhe njërin nga 6 anëtarët e kryesisë, kuvendi do të ishte i konstituar dhe ne do të procedonim tutje edhe me zgjedhjen e qeverisë dhe potencialisht pra para fundit të muajit tetor edhe me votimin e buxhetit. Megjithatë ishte gjykata kushtetuese që vendosi që kuvendi nuk mund të konsiderohet i konstituar dhe ende nuk e ka publikuar vendimin pra se si të procedohet tutje. Banka Botërore ka bërë të ditur që zhvillimi ekonomik në Kosovë, por edhe në tërë Ballkanin Perëndimor, këtë vit ka pasur ngadalësim dhe se ritmi parashikohet të vazhdojë. Sipas raportit të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor të vjeshtës 2025, nga 4.4% sa ka qenë rritja ekonomike me 2024, në vitin 2025 rritja do të jetë 3.8%. Në këtë matje për si vjetë rënien më të madhe do ta ketë Serbia nga 3.9% në 2.8%. Në krahasim me vendet e Ballkanit Perëndimor, vetëm Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi do të kenë zhvillim më pozitiv në krahasim me 2024-ën, ndërsa në nivel të përgjithshëm Ballkani Perëndimor do të ketë rritje ekonomike në shkallë prej 3% si vjet në krahasim me 3.6 sa ishte një vit më parë. Edhe parashikimet për vitet 2026 dhe 2027 tregojnë se Kosova do të ketë ngadalësim të zhvillimit ekonomik në 3.8 dhe 3.9%. Në raport me inflacionin në Kosovë është përmendur edhe vendosja e tarifave energjetike. Shikues nderuar, tani është koha për bisedën në studio dhe me mysafirin për sot, zotin Hasan Shala. Mirë se erdhët, zoti Shala. Mirë se jetë. Zoti Shala, po e nisim këtë intervistë me një ngjarje të rëndë që ndodhi dje në Shqipëri, por që është i fushës suaj të drejtësisë, gjyqtari Astrid Kalaja u vra në gjykatore. Si e pat këtë lajm dhe çfarë mesazhi jep kjo për drejtësinë edhe atje, por me që jemi fëqin këtu edhe për ne dhe çfarë mësimit pastaj duhet merrim na? Po ky rast shumë tragjik është. Mandaj s'po i kisha shpreh ngushëllime familjarëve të gjyqtarit, por edhe të gjithë atyre që punojnë në sistemin gjyqësor dhe drejtësisë në Shqipëri, nëse me këtë rast
nuk o vra vetëm astriti, po vra i sistemi drejtësisë, o vra shteti dhe drejta, o vra dhe pavarësia e gjyqësorit në këtë rast. Për shkak pas shpalljes së vendimit të gjyqtarit, u sulmu me armë dhe u vra gjyqtari që është rast që nuk ka ndodhur, rast i rrallë. E për këtë arsye duhet me pas, edhe pse ne jemi, si dhe një gjak jemi me si në Shqipëri dhe në këtej, por unë konsideroj se fajin kryesore dhe përgjegjësinë kryesore ka politika, për shkak se si kryeministri i Shqipërisë ashtu edhe udhëheqësi i opozitës Sali Berisha, këta po e njëjta shkollë tash është paraqitur edhe tek ne, se kur nuk i pëlqen politikës vendimi e gjykojnë sistemin e drejtësisë, kur ju pëlqen thotë po është i mirë. Njëjta çështje që te ne nuk ka pas rast deri tani sa ka kjo qeveri, nga se asnjëherë nuk u sulmu sistemi i drejtësisë tek ne nga ana e politikës. Deri tani. Por, si duket, këta kanë orë me kauzën kjo qeveri, ka orë me kauzën që të shkap sistemin e drejtësisë, kështu ka thonë. Mi po në fakt këta, ju ka punojnë në drejtim për jo shkapin, për kapin e sistemi drejtësisë. Unë mendoj që kur një kryeministër, apo ministri, apo deputeti del dhe e gjykon sistemin e drejtësisë, si sistemi i kalbur, çka do të thotë atër qytetarit thjeshtë? Prandaj kisha apelu që çdo vendim i gjykatës të atakohet, por të atakohet me mjete juridike. Kemi instancën e dytë, siç është për shembull gjykata apelit, me ankesë, kemi mjetet e jashtëzakonshme që mund të atakohen në gjykatën supreme të Kosovës. Kemi edhe kushkelin e lirisë dhe drejtat e njerëzit, kemi edhe gjykatën kushtetuese. Prandaj të ndjeket kjo mundësi ligjore e jo të merr të bën vetë gjyqësia dhe të gjykoj rastin apo të merr drejtësinë në dorë të veta secili individ. Mirë po, duhet me pas kujdes, sidomos qeveritarët, që mos të keq përdorin pozitin e tyre, duke gjykuar sistemin e drejtësisë kur si konvenon në një vendim. Kemi rastin tonë për shembull kur kryeministri duket natën e kur i fitoi zgjedhjet ta nesit ta mëzdalin prokurorin vend prokurorët në vendin e punës, në zyre. Të mëngë ka qenë sulm direkt sistemin e drejtësisë. Apo, siç ka thonë... Cila është provoja e kësajna deklarate se mund dalin punë? Kjo deklaratë është skandaloze. Kjo skandaloze, për shkak se tash, nëse kryeministri e gjykon prokurorin në atë mënyrë, çka do të thotë qytetari i thjeshtë? Nëse kryeministri nuk i përgjigjet ftesë të prokurorit special me dhënë një dëshmi, çka do të thotë qytetari tjetër? Pse më shkuaj? Të më thonë, këta politikantë, si kryeministri, për gjithë të atjerë, duhet me qenë shembull që i përmbohen sistemi drejtësisë dhe i përgjigjen sistemi drejtësisë, e pranojnë sistemin e drejtësisë ashtu që është. Kur ne nuk jemi të kënaqur 100% me sistemin e asone si ka pëlqen, nuk jemi të kënaqur me atë sistem. Se vetë fakti se një vendim pritet një kohë gjatë, për shembull 7 vjet, 10 vjet më vendos gjykata me marr formën e prerë. Vërtet ajo është e dëmshme për qytetarët. Mirë po duhet me kontribu që kjo mos ndodhë. E si nuk do të ndodhë. Kur qeveria ngrit buxhetin, kur qeveria, për shembull kjo qeveri ka ul buxhetin e Këshillit gjyqësor. Van që me rrit numrin e gjyqtarëve, me punsu gjyqtarë të ri, edhe pritshmëria kishte qenë shumë e vogël. Po mirë, po këta si duket punojnë në drejtim. Madje ishte edhe një nisë që të rritet numri i prokurorëve, i antarëve të Këshillit Prokurorial me antarë të jashtëm, të cilët emërohen dhe jo gjyqtarë. Kjo po thoni që mund të jetë si lloj tendence për të kapë sistemin 100%. Apo për të ndrruar gjithë gjyqtarët, pastaj edhe emërimi të shkojnë. Qëllimi, unë është bindja ime. Po sigurisht mënyra hipotetike po them nga këto nisma, sepse nuk kemi se gjithmonë kjo qeveri ose ky pushtet që është ka luftu që të kapë sistemin e drejtësisë. Po fatbarësia e madhe është se ne kemi qenë trajnuar nga amerikanët, edhe kemi të ngritur atë mentalitetin se gjyqtari ose prokurori duhet me qenë i paanshëm edhe i pavarur, pa ndikueshëm nga jashtë. Mund ndodhi individualisht do një gjyqtar, do një prokuror që ndikohet nga jashtë, mirë pa nuk e ka vendin sistemin gjyqësor as në sistemin prokurorial.
pavarësia dhe pantësia duhet të është parim edhe i kushtetuesve, por edhe i konventeve ndërkombëtare, të cilat ne janë zbatueshme tani. Tu fillu nga Konventa Evropiane mbi Lirinë dhe Drejtat e Njerëzit. Prandaj unë mendoj që fatbarësia është se këta pretendimet e tyre nuk po mundën me arrit. Pikërisht për këtë ka në pyetje ligji i Këshillit Prokurorial që u dash më kry disa herë. Se pretendimit e tyre ishin që ma shumë të vinë persona jashtë sistemi prokurorial, që mënyrë që prej jashtit të dirigjohet edhe Këshilli Prokurorial. Mirë, po këta ka ardhur që mënyrë është konsideruar si është kushtetuese, tash nga viti i ri, duket tash fillon edhe zbatimi, por aty janë tani po më duket 2 nga jashtë, 5 që brenda. Mëna 5 nuk mundën me lujt me udhëheq politika me sistemin e drejtësisë ndërhyjeja. Kemi edhe shumë organizata ndërkombëtare të cilët kanë vërtetuar për këtë qeveri që ndërhyjnë. Komentet plotësisht janë ndaluar me i bë komentet rreth vendimeve nga ana e ekzekutivit se shoqëritë jo qeveritare, qytetari, mund mi komentoj, mund t'i gjykoj, edhe ndryshe. Mirë, por qeveritarëve ju ndalohet kjo. Për shkak se me njëherë fillohet klima kundër sistemit gjyqësor, nëse kryeministri del dhe gjykon një vendim gjykate apo si gjyqtar ose prokuror. Atë klima tek qytetarët me njëherë fillohet të ngritet. Po çka do të thotë ai personi që ka humbur për shkakun kontestin? Me njerë dhe tek, po këta janë të korruptum, këta janë kështu, edhe vijë deri. Vjen një rast i tillë, sikur që është këtu në Tiranë? Sigurisht mund vjen, sigurisht, për që ta duhet të apelojmë edhe të Këshillit Prokurorial. Dhe politika i kontribon kësaj? Po shumë. Po them, kjo politika në Shqipëri ka herë ka zhvillu këtë klimë, ka herë se ka gjykuar sistemin atje, s'disa ku kanë qenë edhe gjykata s'kanë punu, për shkak se jo, vettinge, edhe qytetarët janë lodh. Njëjta gjë ka dashur me bëu edhe këta. Mirë, po pavarësisht, edhe fatbarësisht tonë nuk mojten, edhe unë mendoj që sistemi i drejtësisë duhet të jetë larg nga politika, nga ekzekutivi. Ai duhet të jetë pavarur me gjithë ato gabimin që i ka. Se kemi gabime në sistemin e drejtësisë, kemi një sistem tri, me gjyqtar tri, me prokuror tri, që duhet me kalu një kohë bukur e gjatë për mujt me qenë stabil. Mirë, po fol ndihmës dhe kontributit të amerikanëve, e kemi një sistem tash më të mirë region. Ju e keni udhëheq gjykatën e apelit në Kosovë. Përvoja ju e ka parë që kur nga këto deklaratat e politikës ka reflektuar tek qytetarët dhe nuk i kanë respektuar vendimet, kanë tentuar të mos i respektojnë, themi ashtu, edhe kemi parë shpesh edhe do protesta kur keni qenë edhe ju kryetar, keni dalë para tyne dhe jeni përballë me protestën e tyne duke u shpjeguar kur keni kthy lond, domethënë vendime të nivelit parë. Edhe ajo protesti cila ishte tashma përkujtuar, edhe ajo protesti ishte para gjykate, ishte montuar prej politikanëve. Se unë i ftova, atë të bisedojmë për këtë çështje, edhe sot atë ditë nuk e kam thonë të vërtetën. Se vërteta ishte krejt që i gjykoj edhe ata si ishin ardhur. Unë do isha mirujt ata, nëse m'ia thonë atë të vërtetën se unë e kisha lënë me kodin penal, me kodin e procedurës, ai dënim cilën e kishin dhënë ata në shkallë parë, ishte kundërligjshëm këtë kodit. Paraliteti krejt tjetër. Dhe më në fund i binda ata. Mirë po, unë atër thash, nëse ju vazhdojnë kështu, atër unë dal, edhe do të thëmë ata, që duhet me thonë. Mirë po, qëtësu si do ata dhe u të raqen, por klimen kundër sistemi drejtësisë varet prej politike. Politika duhet me qenë largë. E është i shej e këtyre Amerikanëve, si e kanë sistemin, e kanë gjarpnin. Politika është sikur gjarpni me pas mi kry. Prandaj ne duhet luftojmë, po duhet të ngrihet edhe vetdia edhe të vetë politikanë që sistemin e drejtësisë duhet të lënë pavarur. Mund thot një dënim ose një vendim gjykata ta bjen edhe të kundërligjshme. Mungesë profesionalizmit, po edhe të shkojmë edhe më larg, edhe të jetë edhe i korruptuar një gjyqtar për shembull. Mirë po, është kashmëria, se nëse është i korruptuar një gjyqtar, 3 gjyqtar në gjykatën e apelit nuk janë të korruptuar, apo në gjykatë supreme. Prandaj duhet me njek mjetet juridike kundër vendimit të pakënaqshëm, e jo me marrë vetë gjyqësinë edhe me gjyku si që rasti ky rast shumë tragjik, edhe në nivelet ndërkombëtare. Për shkak se kjo është pa presedent ky rast, kjo skandaloz.
si mund të futet, e keni udhëheq, thashë edhe më parë gjykatën e apelit, si është me siguri jashtëzakonisht Noldo duhet ishte, si mund të futet një person i armatosur në gjykatorën, në gjykatë të apelit, ku llogaritet që tjetë e sigurt dhe ta vras një person, domethënë në këtë rast gjyqtarin, dhe t'i plagosë edhe dy të tjerë. Si mund të ndodhë kjo? Une, si e lexova një koment ose hetime që ka bërë para policia në Shqipëri atje, thotë që e pas kanë shu edhe kamerat, edhe ka hyrë nëpër atë skanerin, edhe ka alarmi është ndonë. Mirë po, roja sigurimit ka qenë, vetëm e ka po më dorë, nuk ka liverit fare. Këtu është një problemi numër 1. Hallka e parë. Po, hallka e parë, se që aty nuk mundën me kalu. Prandaj, thot, ka hy, ka alarmi është dhonë, edhe po nuk u ngrit me kontrolu atër. Me thonë, ose me hi për sët, ose me kontrolu atër edhe me marrë armen, po kalu. E tash, do të vërtetot, a është neglijenca, a ka qenë në marrëveshje me ta. Po ato vërtetojnë hetimet të Shqipërisë. Këtë çështja edhe ne i kemi këtu, por shpesh ndodh që nuk punojnë aparatët. Tek ne. Po tash nuk punojnë, shpesh ndodh nëpër gjykata. Ndodh këtë raste të tilla kur jo, po mendoj kur nuk kanë punuar aparatët dhe rreziku është i madh që të futen persona, nëse nuk ka filtr të madh të njerëzve kush hyn dhe. Përveç janë edhe dy mundësi, nëse nuk punon skaneri, nuk punon aparati, janë ata që i marrin dorë. Do aparata dhe mbas ty në atër. Po dhe nëse ata nuk kanë, atër fizikisht duhet me kontrolu. Nuk mundet me hy një qytetar në gjykat pa kontrolu. Pikërisht për këtë të bëj apel edhe Këshilli i Prokurorit, edhe Këshilli Gjyqësor që të ngritet niveli i sigurisë tek këta personat e parë që janë aty. Se sikur të kishte qenë niveli i sigurisë nivel të lartë, s'kish kaluaj. Të kish kalu. Po tash, a ka kalu, a ka pas mundësin, që të ka me marrë armen, të vërtetojnë hetimet. Mirë, po kënaqësia është e madhe kur bëhet familjar të dërasit. Po, kërcënojnë edhe gjyqtarë tjerë në qoftë se nipi i tij dënohet. Është marrëndë është kjo, është marrëndë kjo. Pse? Tash, do të thotë, kemi shtet apo nuk kemi shtet të së drejtës. Bazë e parë për me mujt me ecë, me avancu rreth Evropës duhet kemi shtetin dhe të drejtën. E tash, nëse vjen në shprehje që nuk e merr asnjë gjyqtar me gjyku, për shkak thotë se mos kam siguri. Po shteti duhet më ngrit nivel lart, jo me gjykun, disa komente i lexova që kanë ndodhur aty në Shqipëri, po edhe disa avokatë nuk e gjykun rastin. Ky rast duhet më gjyku. Nëse dojmë pas një shtet të drejtës edhe më avancu drejt Evropës. Edhe për t'u dhënë shembull të tjerë që nuk dorëzohen përpara kërcënimeve? Sigurisht. Edhe ai duhet mund të dënohet, sigurisht edhe ky, se ka dënim i madh është. Dhe po mendoj Kastimiron është, kur do të ai gjyqtar që gjykon, do ta gjejë edhe atë sikur astritin. Kjo është Kastimiron. Po, megjithatë e përmendet në fillim edhe që politika i ka fajt këtu. Megjithatë edhe ky xhaxhaj i Dorasit e akuzoi Edi Ramën, tha ka prej 8 vitesh që i shkruaj, i çoi letër, i kërkoi takim për t'ia dhënë pronën sepse e kanë fituar, se e kanë bler gjithmonë sipas tij, por nuk i përgjigjet. Është kjo një cytje e politikanëve ku si kanë kryer detyrën që sa duhet? Shiqo, kryeministri nuk mundet me i marrë sa kush është i pakënaqur rreth pronave. Mirë po ai ka grupin e vet, i cili kish me marrë... Që adreson? Për adreson edhe me kry obligime, se është e pamundur, me kryeministri më marrë me këto paraste. Mirë pa, e ka stafin e vetë, i ka këshilltarët e vetë, i ka kabinetin e vetë, që duhet më marrë me këto punë. Duhet më marrë me këto punë. Kur japin sinjale që mund vjetër një situatë? Mirë po, edhe tjetër është, sa mundet kryeministri me ndërhyrje, se ata konsiderohen si ndërhyrje. Nuk duhet që të përzihet politika. Unë mendoj, këta është shkolla e parë ose shkolla e dytë është kjo. Është me njek mjetet juridike. Politikën duhet me largu prej sistemi drejtësisë. Politika duhet me plotsu kushtet, duhet me nxjerr ligjet mira, politika duhet me plotsu kushtet që tash e marrim Kosovë, pallatin e Prishtinës, si pallatin e drejtësisë, i thonë. Aty punojnë gjyqtarët, s'kan zyre. Ka 2 gjyqtarë punojnë një zyre, s'ka karrika. Shpesh ndosë që punojnë edhe kompjuterët dhe këto dhe shtyhet seanca. Të më thonë, qeveria duhet me kryej obligimin e vetë me nxjerr ligje, gjyqtarët kanë përgjegjësi, nëse nuk e zbatojnë ligjin,
Edhe nëse nësë ato di që është edhe përgjegjësi penale, por edhe nëse keq përdorët, edhe gjithë ato duhet merret për ngritet përgjegjësia edhe tek gjyqtarët edhe më shumë, po mirë, po duhet të pas kushtet. Unë kam thënë shpesh për shembull, se kur kemi filluar gjykatën e apelit, kemi qenë 24 gjyqtarë. Vetëm në gjykatën e apelit Shkupit, se Maqedonia ka 4 gjykata të apelit. Vetëm gjykatën e apelit Shkupit punojnë 60 gjyqtarë. E tash, krahaso, Maqedonia, Kosova për ka banorët pak dallojnë, ata janë pak më numër pak më i madh, po janë për afërt. Menzi unë kom arrit si kryetar me gjitha kërkesat me arrit numër për 1050. Po edhe ky numër është i vogël. Nëse gjykatën e apelit pret, lana, mu zgjidh 3 vjet, 4 vjet ose 5 vjet, kjo duhet me që mu alarmu krejt politika edhe me zgjidh problemin. Pse me prit qytetari për një vendim 4-5 vjet. E qysh nuk mundën me prit, atë nuk prep nëse e rrit numrin e gjyqtarëve. Kur gjë sikur është shtetit Kosovës me rrit numrin edhe për 20 për shembull, ose për 30 gjyqtarë gjykatë apelit. Por atëherë paguhet atje se një pritje edhe shteti Kosovë hup me lana kur për shembull nëse është kontestit mes një qytetari dhe qeverisë për kompensim dame ose diçka tjetër ashtu, kamatat llogaritën prej ditës kur është padia. Domthonë edhe këtu kemi humbje të mëdha shtetit. Prandaj duhet ngritet qeveria me të mënyrë, po me plotësu kushtet për gjykata, edhe normal Këshilli gjyqësor i ka komisionet e veta, i përcjell disiplinën e gjyqtarëve, a kryen punën profesionale, a se kryen profesionale, merr me komisione, edhe marr përgjegjësinë për çdo gjë, duhet ta merr vetë sistemi gjyqësor ose sistemi për jashtë merr përgjegjësinë për punën e vet, atëherë shumë më lehtë. E jo përzihet. Prandaj, përsi ka kërku, mirë që ka kërku, mirë po, kryeministri nuk mund me ndërhyj atje. Pa ajo dashmi njek rrugën juridike. Pse nuk i ka pëlqyer vendimi. Po, duke ndërlidhur me këtë, ka siguri në Kosovë të gjyqtarëve për të marrë vendime të duhura, themi, edhe kur nuk ju pëlqejnë qytetarëve dhe themi të mos vije të një rast i tillë, do të shpresojmë që të mos vije kurrë. Unë mendoj që siguria kur nuk është absolute, domethënë ato mund ndodhen edhe me kushe diçka par sigurie kanë presidentat edhe atentatet bëhen. Mirë po këtu puna kryesore të ngritet vetdia tek qytetarët, që tash e thamun. Të ngritet vetdia tek qytetarëve si vendimet ose gjykimet që i jep gjykata mund të atakohen vetëm në rrugën juridike. Këtë duhet me ngrit. E jo merr veçësitë vendos vetë për këtë çështje. Sa i përket fillimisht ne s'kemi pas raste të tilla fatbarësisht kur, edhe inshallah kur nuk do të kemi këto raste, po kemi pas një kërcim të thjeshtë, edhe ato kur nuk i kemi alarmuar. Zakonisht kemi pas ka pak kërcime, por ato i kemi të kaluar, nuk kemi bot madhe, për shkak se te ne pak më ndryshe mentaliteti është. Hala qytetarët mendojnë që duhet të besimin tek sistemi i drejtësisë. Por, që këto 4-5 vjet me këtë qeveri kemi pas pak më problem, se kjo i gjykoj këtë sistemi të drejtësisë, edhe pse ju ka të heq brejta shumë, prandaj, për shembull, unë kam një rastin kur një politikan, ka thonë, mos ju përgjigjeni për prokurorisë, kur ju fton me marrë pyetje, kërkon nga prokurori të vjen në shtëpi. Aludojke te kryeministri i cili thekë jo, nuk shkojnë atje, pa në zyrë me marrë pyetje. Aludojke. Prandaj, këto janë çështje të cilat shtetin e të drejtës e atakojnë edhe e shkatrojnë. E këto nëse prin i pari i cili është përgjegjës para qytetarëve, atëherë çka do thonë për qytetarët tjerë? Po, sepse e pam që në ftesën e prokurorisë speciale kryeministri nuk ka shku ende, tash gati një vit prej se ju ka bë ftesa. Mirë po në një rast të kanosis ndaj tij, nga 2 persona në rrjetet sociale mori pjesë aty. Si e sheh këtë zoti Çale? Pa kjo për gjykim është. Për gjykim, ai ka 2 vendime sa di unë, cilën e ka gjykata themelore, departamenti special, kur i ka urdhëruar më shku. Nuk është shku në prokurori, atëherë edhe e ka denuar ka 250 herë, po duket tash ka metë edhe tash nuk ka vendim tjetër, vetëm e shoqëru. Mirë po këta janë shumë kujdesshëm edhe gjyqtarët edhe prokurorët që nuk dojnë me shku në atë nivel që kryeministri nesër me shoqëru edhe me detyru më shku te prokurori me dhonë dëshminë. Vetë fakti kemi një krye prokuror
UD, krye prokurori shtetit UD që 4 vjet ose 5, ai po do me bu mandatin, po do me kry mandatin 7 vjet që është mandati i krye prokurorit shtetit, po do me kry si UD. S'ndo kur bëhet mundë deri 5-6 muaj, 1 vjet. Ama edhe tash nuk ka. Nuk kemi krye prokurorin UD që 4 vjetë, ma shumë se 4 vjetë. Se në deklarat pa t'i thënë që nuk përna pëlqej as mua as presidentës, as kryetarit. Ajo ndërhyrje në sistemin të drejtësisë, apo kemi... A duhet që jeti pëlqyshëm për, do më thonë, politikant, krye prokurori? Si pas kryeministrit, po, a si pas drejtësisë, jo. Bile duhet me qenë dhe kundër tyne, krye prokurori. Se krye prokurori i shtetit është ai cili përcjell shtetin. Në krejtë botë, krye prokurori i shtetit, kryetari i Gjykatës Supreme, këta dy janë persona në nivelin më të lartë, që këty nësë intereson politika fare. Por, te ne, te kryeministri janë, kjo ndodhë, thëtë jo se kam pëlqen mu. Ose, për shembull, asnjëherë nuk ka ndodhë që kryeministri ose kryetari i kuvendit ose kryetari i Kosovës të delë dhe të mbrojtë akuzuarin. Thotë prokuroria për mi akuzon pse janë të partisë. Po jo, mërë, ti duhet me hapë dyrë drejtësisë. Dhe si hapë dyrë drejtësisë, atë do dele vërteta, se asë kur s'është interesum, mi thonë kryeministrit që ky është i yti. Jo, ky ose ka kry vepra penale, ose s'ka kry. Kjo intereson. Edhe hetimet që i bën prokuroria, i bën vetëm hetimet që mundësisht, nëse e argumenton pretendimet prokuroria, ngrit akuzë, nëse s'ka prova, s'ngrit akuzë, se ata ja hodhë gjykata. Përshtajnë ato filtrat cilat duhet, këtë kujdes edhe mës me ndërhyjnë këtë sistem. Sa ka qenë lëndët që kanë pritë mësë shumëti kur në kohën tuaj në gjykatën e apelit, edhe sa i ka, jeni ndjeni se sa lëndë presin aty, sepse në shkallën e parë bdimi janë qindra mira, por dhe nuk po mund të endë të zvoglohen, themi. Sa i përket shkallës parë, mas keq jo Prishtina. Gjykata themelore e Prishtinës, tu marë parasysh gjitha edhe departamentin e përgjithshëm divizionin civil, tu e marë parasysh edhe gjykatën komerciale që është shumë keq, edhe pse u rrit numri gjyqtarëve dhe kretë mirë, po këtu edhe ma keq se ka qenë është. Në gjykatën komerciale, edhe po në shkallë dytë, si gjykata apelit, unë kur e kom marë dikun kam prit ka 5 vjetë, detyrën si kryetar. Po, arrita me rrit numrin atje pa ta pru deri në 3 vjet. Me po tash kam dëgjuar që është rrita 5 pritja. O rrita pret. Po kreto këtu problemi mungesa gjyqtarëve. Kemi jurista mjaftueshëm. Duhet me rrit buxhetin, me rrit numrin e gjyqtarëve, se një gjyqtar në Kosovë, në krahasim me një gjyqtar gjermanisë për ta zonë. Gjyqtari në Kosovë është obliguar me kry 20 lëndë. Gjyqtari në Gjermani kryen 10. Po nuk ka gjyqtar në Kosovë, unë nuk di, po foli kohën kur kam qenë, që nuk ka kry normen. Unë nuk di në Kosovë. Bile gjëndal për të norme, gjithmonë. 20 në muaj, thoni? Po, e mora si shembull, se jo, ata kanë më shumë. Po, e mora si shembull. Tash e kanë me minimale. Po, ata që kanë ndryshe, për shkak se me rregulloren i kanë me përsimje me poena. Një lanë për shembull familjare ka 10, pronësia i ka 20 poena, dhe kështu me poena i kryen tash. Kur kam qenë unë, kemi pas me numër, ashtu po me bëni krahasim, 2 fish më shumë punojnë gjyqtarët të Kosovës se sa në Brandim. Po të morë parasysh që mas lanë më të vështira që janë, pronësorët, për shembull të azojmë në gjykatën themelore Prishtinë, nuk kemi libra katastral. Po libra katastral që duhet më gjyku? Pse janë të marrë në të vjedhën nga pushteti serb. E ato duhet për trije me një dokument, për që ta kemi dhe falsifikimet prone, këtu në Prishtinë mas shumë ti. Pse keq përdurët, e marrin dokumentën në Serbi qytetarët, keq përdurët. Po, me një nëmshkrim. Ashtu, edhe me një vull falë, so me diçka, për që ata pikrisht... Se s'mund ta verifikosh çfarë... Po, se s'mund s'ki, jo për nuk ki ku me verifiku. Ti nëse e qënë, e bërë një kërkesë Serbia si zyrtarisht dhe fjolla, nëse kërkona e s'pranon, se nuk i pranon në dokumentat nga Ministria Drejtësisë, por e këtu e problemi më i madh. Se në për shembull i kemi libra katastrale pak më zgjidhje, po Prishtina, pse pikërisht Prishtina kemi probleme me falsifikime. Kjo është.
për shkak se Serbia i ka vjedhë dokumentacionin katastral, edhe tash qytetarët e kishë përdorin ato, se dhe ata shkojnë nëpër Serbi jepin por, në e morin dokumenta false sa, pik edhe këtu ka ndodhur për shembull një banesë është i 5 herë morë. Nga serbët. Pse? S'mundën me verifiku një autorizim na. Dhe i ka vunë në simulon në konflikt. Sigurisht atëherë vjen të kjo ma keqja mes qytetarëve, atë jo gjykata ka fajsore, gjykata gjykon mbas prova, nuk mund me gjyku, derisa ti nuk mundesh me vërtetu për shembull validitetin një autorizimi. Ta prezanton me vulë me kret, i nxjerrë Serbi, ti s'mundesh me verifiku ato. Me qina mes të me mia raste kemi kur edhe qytetarët tonë kanë kishë përdorur. Tu po autorizime false, edhe tu atë pas probleme atëherë me blerësa, se ai qytetari ta zoni i pari, me mirëbesim e ka bler atë punë. Kemi pas raste kur Serbi e ka dhënë autorizimin qytetarit. Si e ka përsëritur për gjykate, e ka revokuar autorizimin. E tash aja ka shit. Tash mu le me mu përdojë me vitë tonë, se nuk më shumë verifiku atje, a ka dhona, s'ka dhona, jo, s'ka autorizim që ku më verifiku. Prandaj o do shumë kohë për me mujtë me marrë dhe praktikën gjyqësore krejt. Kemi pas vërtet probleme, po qytetarët jënë me njërës, jënë dhe dishëm për problemet që kemi, mirë po, Albin Kurti, me qeverinë vetë, duhet ndalohet edhe mos merret me sistemin drejtësisë, po ai sistemi drejtësisë t'ja plotësoj kushtet. Mënyrë që ne kemi një sistem mirë fillt edhe qysh e takon, qysh i ja vlen për qytetarët, ose varët kanë mujt qytetarët për pa drejtësi. Po, se ke po këtë tentimin për themelimin e byros për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme nga Ministria e Drejtësisë. Ka qenë një buje madhe kjo, kanë premtuar shumë kur kanë ardhur. Është e duhur ashtu që e kanë prezantuar kjo qeveri dhe Ministria e Drejtësisë? Si ligj, unë konsideroj që është i nevojshëm. Mirë, pa atë ligj nuk duhet të jetë indikueshëm nga politika. Nga politika hakmarrëse. Pa ai institucion duhet jetë i pavarur. E këta kanë dashur se përse ta edhe gjykata kushtetuese e ka kthy si kundër kushtetues, përse ta edhe Komisioni Venecias e ka gjykuar ato, edhe i ka thonë jo, po vërejtet se nuk bën ashtu, se qëllimi i tyre qëllimi i tyre ka qenë hakmarrës. Kur kundër këtyre personave të cilët janë pasuru me interes qytetarëve, me buxhet qytetarit. Tonë jemi për me gjyku, po jo me kon hakmarrës. Jo hakmarrës. Ta kanë pas qëllimin me u hakmarrë, da ish politikanëve edhe mi kreditu, të thëmë një fjalë, ma zi se komunista që kanë bëma për para. Mirë po, na jemi për me pas, sigurisht, jo vetëm edhe për veting. Unë i pari kam qenë për veting. Po jo për veting politik. Shqip pas sa mundu, disa herë ja kanë kthy, edhe gjykata kushtetuese, edhe Komisioni Venezia ka kthy, pse qëllimin kanë pas hakmarrës ndaj disa që i kanë gjyku këta. Edhe 100% mu pa aprovu që ajo, që ata ishin largu për sistemit. E nuk ka mu largu për sistemit gjyqtari i cili është i nëshëm, i cili është profesionist. Ai duhet me met. Vetëm se nuk kishkon një partije për shtati. Ashtu. Prandaj edhe unë jam plotësisht për këtë ligjin për byron, po jo me kon indikueshëm nga politika. Nga cila do polë. Po më parasysh, ne po folim për politikë. Sot do të ta desta vin tjetri, pas 20 tjetri. Sigurisht. Po mes me pas mundësi ndikimi nga që byro për shembull. Po sepse edhe shefi i byros ka qenë, domethënë, emrimi i tij nuk do të bëhej në mënyrë të palegjshme. Sigurisht. Po themi kështu në mënyrë jo të kushtetues. Sepse kushtetuesi ja ka kthy. Ai byro është me interes kombëtar, nuk është si kanë shpikta diçka. Shumë shtete e kanë, sidomos këto shtetet që kanë dalë prej sistemit komunist. Shumë shtete e kanë. Edhe unë pajtohena me to. Mirë, po jo kur mes me pas qasje politika ndo. Po ata me qenë profesionista mu zgjedh, e jo me zgjedh politika. Të fishuem në shko po bojnë me këtu ndërmarjet, me këtu bordë dhe sanë. Krejt politik. E dije që ka, për shembull thotë, jo, s'po kem kjo është maj miri. Ligji thotë se nuk mund me qenë 2 vjetë e vullit në politikë, ose 3 vjetë, sa është e tërë s'po më kujtohet sakt. Po këta jo, kjo maj miri ka fitu, kjo maj miri. Ska lidhje që është i pjesë e partisë. Po, këto gjithë po fitojnë këta më të mirët. Pa nuk kanë rregull kjo. Prandaj këta kanë dashur me bëu çatoren, kanë dashur me bëu edhe në këshill gjyqësor, edhe në këshill prokuror, me hy, me ndërhy, edhe me fakt
Me i bo të ndëgjushëm, i marrë njerëz të ndëgjushëm, cilë zbatojnë ligjin. Pe shuajmë na kryeprokurorin e shtetit, a njët kënë si o gjallë. Unë e kom shumë, 50 km, pe pas njët, kur si o gjallë. Ai duhet me dridhë, ka çkon duhet kryeprokurori, duhet me dridhë, se një më i pastër duhet më konë dhe më profesionisti më i guximshëm në prokurori. Edhe me kthyer dhe me aq u gishtin edhe kryeministit, po edhe kryetarës, edhe aty në se ai është i përbetuar me mbështetjen. Këta shkojnë e vinë. Është një pozita më të rëndësishme në shtet. Ashtu, këta shkojnë e vinë, po kryeprokurori mbetet aty. Prokurori mbetet aty, gjyqtari mbetet aty. Gjithë këta janë ata gardianët e shtetit, temelit shtetit të Kosovës. Megjithatë, më i zëshëm është kryetari, domethënë i kryeprokurori i prokurorisë speciale. Zoti Bleri Mizuvaj, se është atakuar jashtëzakonisht shumë për shkak edhe që Këshilli Prokuroral po këmbgul që ai të jetë kryeprokuror dhe nuk po e ndron kandidatin. Ndërsa ju e dini që Kurti, kryeministri dhe të tjerët kanë qenë kundër këtij propozimi. Kurti ka bërë shkelje e para kur u deklaru rasti se ai s'ka drejt edhe nuk është kompetent me e vlerësu çështjen e kryeprokurorit shtetit. Sa e mendon sikur të drejtori i policisë, te kryeprokurori i shtetit direkt ka vjen prej Këshillit Prokuroral propozimi, po edhe presidenti, në këtë rast presidentja vetëm ka me dekretu. Asgjë tjetër nuk mundet me me vlerësu atë që ka vlerësu Këshilli Prokuroral. Këtu ka bërë shkelja, jo pse ka qenë ndikueshme nga kryeministri. Prandaj këta kanë lënë pezull këtë punë, edhe tash nuk kemi çka. E kemi një kryeprokuror i cili kryen, po do me krye edhe mandatin, besoj se duket të shpejt delën në pension, mirë po ai nuk po shihet kukun. Po, jep një mesazh të jashtëzakonisht keq tek aleatët dhe bashkëpunimi me drejtsinë. Prandaj atë më shumë po vjen në shprehje tani Bleri Misufaj si kryeprokurori i prokurorisë speciale. Ta shohim për shembull rastin e morën edhe prokurorisë speciale, SPAK si thonë në Shqipëri. Ajo ka dridh Shqipërinë. Ajo ka dridh. Pse ka dridh? Se politika është ajo që e shkatron shtetin. Po politika është edhe që e ngrit shtetin. Madje edhe shumë politikanë. Po sigurisht det vin politikanë që vërtet e dojnë edhe do të paraqiten me interesat popullit. Vocë. E këtu ka përshë që 7-8 muaj nona sa u nuk konstituohet parlamenti. Edhe tonë sulmi ndaj gjykatës kushtetuese po atje. Po pikërisht për këtë pjesën e fundit do të flasim s'dëshala si po e sheh domethënë raportin e politikës me gjykatën kushtetuese, domethënë këtë organ i cili është themi më i pavarur edhe më i respektueshëm nga gjitha mekanizmat ndërkombëtar. Edhe është një prej shtyllave të shtetit, gjykata kushtetuese. E shihni që po luhet në një farë forme të themi me të, duke që lënd, mos respekto, atako akt vendimet e saj, si e keni parë gjatë këtyre muajve gjithë këtë. Që prej fillimit kur kanë ardhur në pushtet, kjo qeveri ka ardhur me kauzën për reforma. Po ato reforma u mundu me zbatu kundër kushtetuesës. Domethënë, nuk ka reform kundër kushtetuesës. Fillimisht, nëse do me bëj reforma që janë në kundërshtim me kushtetutën, ti duhesh me ndryshu kushtetutën e pastaj me hyrë reforma. Këta nuk kanë, edhe thonë shpesh bilajo ministra për të arsimit të negocit, të mos më intereson ajo punë kom kauz, pse shkeli kushtetutën se kam problem. Edhe këta nuk e kanë problem pse shkeli kushtetutën. Më kujtohet një deklaratë e kryeministit kur ka thonë se këta që kryejnë vepra penale të janë kriminale, ai që shkel kushtetutën superkriminal. Superkriminal. Prandaj këta po dolin superkriminale sipas tij. Sipas tij, superkriminale që s'di sa herë shkelen kushtetuesën. Me ligjin mbi qeverinë. Momentin kur certifikohen kryeministri ose ministrat, certifikohen si deputet, ai duhet me dhonë ndërheqjet nga një pozit. Nuk mundet me qenë në dy pozitat. Këta, qatë ligj, e kanë miratu vetë parlament kjo qeveri edhe... Ta parashetohen që do t'jenë detyrë sepse s'u ndalon... Jo, se cila ministri. Edhe ky, si kryeministri ka Zavencin. Zavens kryeministri Besnik Bislimi më duket. Po, që nuk ka qenë një pjesë... Me njëherë bartet të Zavens kryeministri, të Zavens ministri. Sikur tash për shembull kjo Albulena, të kur u caktua ai Zavenci ti.
Po, Blerim Sallahu. Blerim Sallahu. Madje kjo si u zgjat nën kryetare e kuvendit dhe jo sa ishte deputete. Pikërisht që kjo është. Prandaj këtu janë çështje të cilat është i njëjti domethënë i njëjti funksion. Deputete është edhe në postin e nën kryetare. Sigurisht jo, ajo deputete është. E pse nuk ka llodërheqje pro? Po këtu problemi. Këtu prandaj çfarë sankcioni themi? Cilat janë ato që mund t'i ketë pasojat, po çfarë pasojat do të ketë dhe cilat duhet me këtë? Shkelja kushtetutës gjithmonë ka përgjegjësi morale, politike, e jo përveç të presidenti kur e bën shkeljen, ai duhet më dhon ndërheqje. Domthonë për këta tjerët ka përgjegjësi. Shumë analistë thonë që jo duhet merret në përgjegjësi penale për deputet pse s'po votojnë. Po jo, nuk mundet të shkuaj për shkak se deputet e kanë imunitetin kur në pyetje funksional. E kanë imunitetin. Po brenda seancës punës tyre. Mundet ai dal me votu çështje e tij. Megjithatë gjykata kushtetuese në një akt vendimi pat detyruar, thotë me marr pjesë. Me marr pjesë. Edhe me votu në akt vendimet e fundit që janë pro kundër ose abstenim. Ta luajnë rolin. Po. Çeko, roli është thonë gjykata, ashtu mirë po me marr pasoja. Nuk mund me marr në përgjegjësi këtë deputetin nëse voton nëse nuk voton. Çështja konsiderimit parlamentit, tani që është shumë problemet që u gjykata kushtetuese puni vetëm drejt. Për shkak se me kushtetutën, me ligjin e gjykatës kushtetuese, me rregullorin e kuvendit, shiqë rregulloria e kuvendit miratohet me 2/3 të votave të deputetëve. Ka ligje si votohen me 32 vota. Po, me shumicën e të pranishmeve. Një 51, ku është në gjatë 51 shumica. Po. Edhe për shkak me 31 mund të votojë. Po, 32 vota ka pasur më duhet. Votu ligje. E rregulloria e kuvendit miratohet me 2/3, domethënë me 81 vot minimumi. Që do të thotë se është shumë e rëndësishme. Është krahasueshme me kushtetutën. Në çat rregullore shkruan qartë. Konstituimi i parlamentit konsiderohet kur zgjedhet kryetari dhe nën kryetarët. Çka ka këtu të qartë? Dhe nën kryetarët. Që s'është dashur të dërgohet në kushtetuese. Jo, shumë. Po këta po manipulojnë, këta po kalkulojnë politikisht po kalkulojnë edhe kështu që kjo shumë e qartë. Edhe votimi i këtij nën kryetarit komunitetit serb propozohet nga shumica e deputetëve të komunitetit serb. Ashtu thot rregullore, ta vetë kanë miratuar 22-ën munduar. Vetë kanë miratuar rregullore. Kjo legjislator. Po, ta vetë kanë, këta vetë nuk i zbatojnë. Këtu është edhe ai problemi më i madh, që edhe ndërkombëtar po thonë po ju nuk zbatoni ligjet e juve, rregulloret e juve. Pikërisht për këtë edhe pesulmojmë këtë Albin Kurtin, kur u pezullon të dialogi strategjik që është me Amerikën, atje thotë jo zotërisë ti gjykon sistemin e drejtësisë, ti gjykon gjykatën kushtetuese. Pikërisht ti e personalisht ai që ne nuk do pas deklaratave të tyre. Sigurisht. Prandaj këtu janë ato meta që kjo qeveri ka pa përgjithësisht. Kjo qeveri nuk do më kontrollu nga askush. Megjithatë, cilat janë pasojat për qeverinë e cila po merr vendime edhe sot po morin vendime edhe pas 8 muajve që domethënë është një mbojë zgjedhje. Para zgjedhje po kanë 100 euro studentëve. Po. Cilat janë, a mund të kthehen nga gjykata kushtetuese ose në një shkollë tjetër? Jo. Dhe cilat janë masat që mund të merren ndaj vendimeve që prej ditës parë kur janë bërë certifikimi i deputetëve, ku janë ta pjesë. Këta ka thonë dhe gjykata supreme, se s'mundën dy funksione me kry. Po këta si ka bëjnë atë punë atë qërti, s'pëllim për aty. Edhe, prej ati momenti, çdo vendim që e kanë marrë ministrit, çdo vendim që e ka marrë qeveria, janë antikushtetuese dhe antiligjore. Edhe këto, se cilin kushte e atakon, gjykata kushtetuese ka me kthy. Si antiligjore dhe antikushtetuese. Se faktës janë antikushtetuese, se çfarë dispozitat e qarta janë. Unë vjen që di qysh nuk kanë ta skrimtar apo me qëllim i bojë të punë. Se që atë sa thjeshtë të rregulloria. Konstituohet parlamenti ku zgjedhet kryetari dhe nën kryetarët. Këtu nuk di çka po kjo. Po dikush jo shumica, jo, nuk thot shumica, se kishton shumica nën kryetarëve, i shkruaj kjo punë. Po jo thot nën kryetarët. Domethënë të pestë. Që janë të pestë. Edhe tash ne, si Kosovë, duhet me thonë dhe këto qytetarët e borim, se ne, si Kosovë, me Rambuje, me marrëveshjen e Vjenës,
si Atisari, me deklaratën kushtetuese, me kushtetut që shumë pak në kemë kontribu në përpilimin e sejsh, ma shumë ndërkombëtarët kanë përpilu, ne i kemi pas komisione, po kryesorë kur kanë qenë pyetje për shkak. Po, edhe këta kanë punu ka pak, po ma shumë ata. Edhe kemi garantu që ne pakicave, si që në komiteti serbe, komiteti tjera, që garantojnë lirit dhe drejtat të njerit, nivellit më të lartë. Edhe është e vërtet, si nivelin më të lartë që i kemë garantu na, si kushtetuta, si ligje, si këto, për shkak se edhe çdo ligj, kur kemi të bëjmë me komunitete, qaq kanë drejtën e vetës komunitetit, kur cenohet e drejta tyre. Në këtë rast, po thojnë këta politikanë të VV-s që EU i dha, gjykata kushtetuese ja dha drejtën e vetës, që mundet me bloku kuvendin. Jo, mërë zotëri nuk e dha. Jo, mërë zotëri, ti ki për obligim, ti ki marë për obligim, se ata i kanë 10 vota. Kur mundemi bo ata gjërë të një? Pa ta i ne kemi marë obligim, sikur si para 4 vjetë, kur ja dhanë votat. Që ti mdohet, bashkë që ti ja ka dhënë, që ti si miqit votat si në kryetar. Po, e çfarë, hajde tash të shohim, çfarë dami kemi? A më shumë në kryetari 5, që kur nuk i vjen radha më ullë atje në karrejt parë. Kur? Po i ka do beneficione, se aq pa shumë, e thash me bloku sistemin ndërgjigje, po jo, nuk ka, po ajo të kalkulimit të këtij zotërisë, që po kalkulon politikisht, po do me punu në qeveri, pa përgjegjësi, me smillon përgjegjësi kuj, edhe mu bo. Kështu në detyrë. Po, se s'ka përgjegjësi, parlament s'ka, qeveri s'ka, s'punët, se parlamenti duhet me mbikëqyrë dhe me kontrollu qeverinë. Ajo është, se gjithmonë opozita, në parlament jepet mundësia me kritiku ose me i paraqit ato problemet. S'ka me ti tërgjohës në për televizione. Tu kritiku qeveria, këtë gabim. Po, e kam krejt një pyetje të fundit, zotë Zhola, nëse ju thatë që janë kundër kushtetuese gjitha këto vendime që është duke i marrë në këtë kohë, nëse gjykata kushtetuese e kthen dhe konstaton që janë antikushtetuese, çka duhet ndërmerret? Si duhet kthehen ato vendime, domethënë pastaj, sepse ka pasoja. Pasojat janë shumë mëdha për shkakun që po shpërndahen shumë para, dhe si duhet kthehen ato para? Duhet ju kërkohen pastaj studentëve, duhet ju kërkohen pastaj lehonave, duhet ju kërkohen gjithë pensionistëve kanë 100 euro që ju kanë dhënë. Si duhet, cilat janë pasojat pastaj, nëse vërtetohet gjithmonë po themi? Unë jo, ajo mundet më vërtetu shumë tjerë, se ato nuk me thonë, këta ka thonë dhe gjykata supreme ka thonë që janë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjit gjitha veprimet që ai ka i bën. Tu kemi pas fjallën për këtë Tekuran Muratin, kur ka Ministria Financë, kur ka marrë nxjerrjen e Unësim Administrativ, edhe ju ka tërheq, e ka shpall në ullë, edhe ju ka tërheq vërejtja se ti nuk i drejt me i marrë depozitat. Dhe gjykata supreme, kjo vlen pastaj edhe për pjesën tjetër. Po sigurisht, për gjithë, prej stafin qeveritar, prej kryeministrit deri te ministrat, dhe zavens ministrave. Po mendoj që pasojat janë më shumë, mendoj për shembull shumë donacione kishin ardhur në Kosovë. Se këto çështje materiale nuk ka problemi shumë. Ju ka shkep qytetarëve, shkon ajo punë mirë, po janë me miliona e raste kur për shembull Bashkia e Veprave që i kanë dhënë për Kosovë thotë jo, derisa konstituohet parlament s'ki, edhe vetë fakti që nuk pranojnë me him më shku në zyre të ky. Bashkia e Veprave që ka pru vendimin, kjo do të thonë shumë. Kjo do të thonë shumë. Mirë po, këta tash unë për mua shumë e pa kuptim kjo. Ose janë parapaguar këta që me shkatru shtetin e Kosovës, ose janë të padijshëm. Se si Serbia, si Rusia, gjithmonë ka thonë vrejtja më e madhe se ata e atakojnë amerikanët, për shkak se thonë shteti i Kosovës është investim i amerikanëve. Prandaj ky investim është i dështuar, për shkak se këta nuk dinë më udhëheq. Po prandaj edhe këta shpe vërteton këtë fakt. Ti pe vërteton këtë fakt se Kosova s'ka parlament që nën muj, s'ka qeveri, s'ka tash deri mu ataku, s'ka kryeprokuror shtetit, për kemi me UD shumë sekretar permanent, si thëshim edhe për para janë UD. Edhe anëtarët e gjykatës kushtetuese shumë shpejt ju kalon mandati. Po, dhe a mund atë blokade ki, atë që tu patën me sulmun edhe gjykatën kushtetuese që dashte me bloku, se thanë që edhe Shqipnia disa vjetë ka që paku gjykata kushtetuese. Ky vetëm institucion që met me mbikëqyrë këta ka që gjykata kushtetuese. Edhe ata deshte me bloku. Mirë po, fatëparsisht halajen njerëz që mendojnë për këtë shtet,
edhe nuk lejon me ardhe deri ajo ditë. Është sakrifiku jashtëzakonisht shumë. Po unë shpesh e them që janë dhënë miliarda për sistemin e drejtësisë nga ana amerikanëve. Ne edhe sot i kemi amerikanë në Këshill Gjyqësor. Ne edhe sot i kemi amerikanë në Këshill Prokurorial. Ne edhe sot i kemi amerikanë në FSK. Në shtyllat kryesore i kemi hala këshilltarë që i kemi amerikanë. Pse ata që të shtylla dojnë mi majtë. Se s'dojnë me thoni që politika edhe mund të manovron, por po, me këtu... ata s'lejojnë. Unë di, pse jam prej themelimit mas lufte në drejtësi, për bini miliardi kanë dhonë investime. Dhe çdo kohë kemi qenë bashkëpunim me ta, çdo kohë. Pikërisht që kjo është, pse ne jemi më të mirët në regjion. Se mos ishin kohën ata. Sigur se edhe na kishim bo, sigur se ja kemi arsimin, sigur se kemi shtetësinë, gjitha këto që kanë dështuar në shumicën e rasteve. Ne kemi diploma sa dush, për shembull, fakultete po atje. Po kur vjen puna, pisa po thot. E kryen fakultetin si me shkruani fjalisë gjerum. Kjo është mëkat për ne. Faleminderit shumë që ishe sot në Infoda. Mirë gjyqoshim. Shikues nderuar, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për sot. Ju qëndroni me programet e DTV Media e ne do të shihemi sërish nesër.